Because it looked like that the Slovenian players were scared on the pitch. Ja, der Plan war, dass wir versuchen wollten, von Anfang an den Gegner unter Druck zu setzen. Wir wollten ein hohes Pressing spielen und so ist auch das 1:0 entstanden nach einem hohen Ballgewinn und das war unsere Aufgabe. Die Mannschaft hat es von Anfang an sehr, sehr gut umgesetzt. So the plan was that from the beginning they will start with a high pressure, and that's we have agreed how will we play, and the players have done everything as agreed. Atëherë pyetja është se komentoni fillimin e takimit sepse duket që lojtarët e Slovenisë ishin të trembur dhe të humbur në minutat e parë, kishin të friksuar. Përgjigjja është që jo nuk mendoj ashtu, mendoj që ne I qëndruam shumë mirë planit paraprak që e kishim të qartë ata do të vinë pak lart për pressing dhe ne duhet ishim përgatitur për këtë. Mendoj që ka qenë plan I mirë, ka funksionuar mirë dhe lojtarët e kanë zbatuar në mënyrën më të mirë të mundshme, prandaj ka rrjedhur kështu ndeshja. Trajnera është kjo paraqitja më e mirë e ekipit prej kur jeni selektor? Coach, is this the best match of our team since you are the head coach? Nein, es war sicher ein gutes Spiel. Bin auch sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie heute gespielt hat, aber wir haben schon einige gute Spiele abgeliefert. Also ich erinnere mal, in Rumänien haben wir sehr, sehr gut gespielt. Auch beide Spiele gegen Schweden waren wir sehr präsent auf dem Platz und ich glaube, das ganze Land, Kosovo, kann sehr stolz auf das Nationalteam heute sein. They have played already a few good matches. I'm very proud of the team. We played very good in Romania against Switzerland, and the whole land Kosovo can be proud of their team. Jo nuk mund të them që është ndeshja më e mirë, po ka qenë ndeshje e mirë, kemi luajtur mirë, po deri më tash në novecën time me këtë skuadër ne kemi luajtur edhe disa ndeshje të tjera shumë të mira, mbaj mend që kemi luajtur shumë mirë në ndeshjen si Nisapër kundër Rumanisë, pastaj kemi pasur paraqitje shumë të mira me Suedinë, kështu që është ndeshje e mirë, por nuk mund të them që ka qenë një prej ndeshjeve më të mira për që unë udhëheq skuadrën. Trener, realisht a mund na shpjegosh emocionet tua? Can you explain your emotions after this achievement with the team? Ja, ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden. Vor allen Dingen freut es mich sehr für die Mannschaft, weil die Mannschaft hat heute Unglaubliches geleistet von der ersten Minute an. Sie hat über 90 Minuten den Plan umgesetzt. Wir waren extrem aggressiv im Spiel gegen den Ball. In Ballbesitz haben wir schnell dynamisch nach vorne gespielt und wie schon einmal gesagt, ich glaube, heute können wir alle sehr, sehr stolz auf diese Mannschaft sein und ja, jetzt geht's. I'm very happy also for the boys, for the team. They played very well. They have played as agreed, and we can all be very proud of them. So now it's time for the regeneration. We are playing on Tuesday at home with Switzerland, and I hope we will win. Absolutisht jam shumë I lumtur, jam shumë I kënaqur, jam shumë I gëzuar për futbollistët, jam shumë I gëzuar për skuadrën, djemtë kanë luajtur në mënyrë fantastike, janë përmbajtur planin të lojës për cilin jemi marrë vesh paraprakisht, kanë luftuar shumë, kanë bërë pressing, ashtu siç jemi marrë vesh për 90 minuta, kanë brakuar për 90 minuta, kanë pasur tranzicionet e shpejta dhe është fitore e merituar, prandaj jam shumë I lumtur për ta dhe për fitoren që kemi arritur, po ashtu tashmë duhet të mendojmë për regjinerimin, të marrën kemi ndeshjen kundër Zvicrës, shpresojmë një paraqitje tjetër të mirë dhe pse jo të synojmë fitoren edhe në atë përballje. No, it's okay. He's fine. Okay, thank you. Cilën nga kontore do doje ta evitojë në mas? Domethënë po dihet vazhdoj të kundërshtarët potencial, cilën do doje ta evitojë? We already know the potential opponents on March. Which one you would like not to play against in playoffs in March? Also wir haben jetzt noch ein Spiel am Dienstag gegen die Schweiz. Das ist das nächste wichtige Spiel und danach beschäftigen wir uns dann mit dem Gegner im März. Und wir sind jetzt in den Playoff-Spielen und klar, wenn du in den Playoff-Spielen bist, dann willst du diese gewinnen und da ist es eigentlich egal, welchen Gegner du bekommst. Du musst einfach 2 Spiele gewinnen, um dann dich für die WM zu qualifizieren.
So the next important game is on Tuesday with Switzerland. And after this game, we will start to think about who will be our next opponent. The plan is to play in the playoff. We of course want to win, and then we will see who will be our opponent. Nuk mund të flas aktualisht për ndeshjet e play-offit. Ideja dhe mendimet e mia aktualisht janë fokusuara tek ndeshja e së martës kundër Zvicrës, aty është gjithë fokusi jonë, tek pas asaj ndeshje do të fillojmë të mendojmë për ndeshjet e marsit, do të shohim se kush do të jenë kundërshtarët, do të fillojmë të bëjmë planifikimet tona, normalisht qëllimi është se në ato ndeshje të arrijmë fitore, por akoma shumë herët për të filluar të mendojmë për to. Antonia Rajan, TV Slovenia, zuerst ich gratuliere Sie für heute. Eine Frage gegen Atmosphäre. Es war wie zu Hause spielen. Was kann Sie gegen das sagen? Es war besser wie in Pristina. Besser als in Pristina nicht, aber ich habe gesagt, dass Kosovo, das ganze Land, stolz sein kann auf das Nationalteam. Aber wir, Trainer, Staff und Spieler, alle vom kosovarischen Verband, wir können auch sehr, sehr stolz auf unsere Fans sein, weil so viele Fans, die uns jetzt hier nach Slowenien begleitet haben, so viele Fans, die in Schweden waren, in der Schweiz, es ist einfach unglaublich und darauf sind wir auch sehr, sehr stolz und das hat man auch auf dem Platz gespürt. Die Fans haben der Mannschaft Energie gegeben, ne? Und diese Energie braucht eine Mannschaft, um dann auch Spiele zu gewinnen. It was not better than in Pristina, but I think that the whole country can be very proud of the team. All of us who work with the team can be very proud. There was really a lot of fans here in Slovenia and also in Sweden, and these fans give to the team a great energy. Atëherë pyetja është nëse numri i madh i shikuesve që mbështesin Kosovën sonte dhe tifozët Kosovës bëri trajnerin dhe skuadrën të ndjetë sikur po luajnë në Prishtinë. Përgjigjja është jo, nuk mund të them që është atmosferë si në Prishtinë ose më e mirë se sa në Prishtinë kur luajmë si në Koqir, por mund të them që është një atmosferë fantastike edhe këtu dhe jam shumë falendërues për gjithë shikuesit e shumë që vinë për ta përkrahur skuadrën tonë. Unë në krye të stafit të trajnerëve, futbollistët, por edhe gjithë federata e futbollit të Kosovës dhe gjithë njerëzit janë shumë falendërues dhe krenar me numrin e madh të spektatorëve dhe shikuesve që kemi pasur kudo që kemi luajtur në Zvicër, në Suedi, por edhe sonte këtu dhe kjo tregon krenarinë që e ka të populli i Kosovës me ekipin e vet kombëtar.